Mbrëma miq të Topcast, mirë se vini në një tjetër episod, këtë herë për të folur kështu sërish për futboll me një tjetër trajner. Përpara se të zbulojmë të ftuarin e radhës, do doja shumë të falenderoja të gjithë sponsorat e këtij episodi, duke filluar nga Flo Studio, vendi ku ne ndodhemi dhe xhirojmë çdo episod të Topcastit dhe tunat e montazhit, gjithashtu për punën kolosale dhe mjaft të bukur të kujdesshme që bëjnë. Ndërkohë nga ana tjetër doja të falenderoja Elite Estetik, Beauty by Square, cili kujdeset për lookun tim. Gjithashtu Vjosa Travel dhe Eker Kefir, i cili është në çdo episod tonin. Duke bërë një gëzuar me kefir, shihemi në intervistën. Cila skuadër ka pëlqyer më shumë? Në zemër unë kam skuadra Crvena Zvezda. Nga kush erdhi oferta? Ishte nga presidenti. Si është Ivani në marrëdhënie me lojtarët? Gjithmonë apu me lojtarët. Lojtar apo trajner? Trajner. Shqipëri apo Serbi? Serbin. Cili është problemi më i madh që shen në futbollin ton? Do shta menaxhimi pak. A paguhen realisht lojtarët këtu në Shqipëri aq sa meritojnë? U mendoj po. Si të është dukur arbitrimi këtë sezon? Jam kënaqur, por Emocion apo logjik? logjik me emocion. Si është Ivani jashtë fushës së Blert? Jam shumë thjesht. Sa ka sakrifikuar familja jote për karrierën tënde? Shumë. Sipas teje, cilin trajner do veçoje nga kampionati ynë? Është tetova. Disiplinë apo talent? Bashk. Superiore apo Europë? Europë. Elbasani këtë sezon? Kampion. Sot në Topcast kemi nderin të flasim me një figurë që ka ndërtuar një karrierë solide si në fushën e futbollit ashtu dhe në pankinë. Një trajner i cili ka bërë të ndërojnë kështu tifozët e Elbasanit çdo javë e më lartë. E kam fjalën për Ivan Gvozdenovic. Faleminderit që pranuat ftesën. Të lutem mirëmbrëma. Për mua është shumë kënaqësi që të kam këtu pranë, të vlerësoj shumë për edhe për mua, faleminderit. Cilësitë që ju keni si trajner, por për më tepër për njeriu që jeni, personalitetin që keni dhe qetësinë që tregoni si në fushë dhe jashtë saj. Çfarë mund të them, vetëm faleminderit. Okej. Kjo është mendimi jote dhe un kam shumë respekt. Deri tani Besoj se kështu do jesh apo jo, ju qet. Me mirë do flasi juve nga jashtë si unë, domethënë. Okay. Jam rregull, po. Shpresoj që të komunikojmë mirë dhe të kuptohemi, sepse edhe gjuhën e ke të vështirë, është se ke shqipen shumë mirë. Po, e tash unë kuptoj shqip, është shumë e vështirë, nuk jam shumë mirë, por do provojmë të bëjmë maksimumin edhe do flasim shqip. Do bëjmë maksimumin. Pyetja e parë çdo ftuari që ne bëjmë këtu në Topcast është se kush jeni, domethënë për gjithë ato që të ndjekin tani dhe që të njohin sadopak apo shumë, një përshkrim tëndin. Unë të them shkurt, jam nga një qytet i vogël në Serbi, një qytet i emër është Bor, 200 km larg nga Beogradi. Kur isha unë 14 vjeçar, firmos me Crvena Zvezda në një klub, ju e di, jam sigur një klub në Beograd, edhe pastaj jam jenton ande, domethënë nga vitit 1994 deri tani jam jeton në Beograd. Karriera ishte lavdizoti mirë. Kur firmos me Crvena Zvezda isha 14 vjeçar. Po, edhe pastaj vit për vit isha afër për skuadra parë. Kur isha 19 vjeçar apo 18 tani nuk jam çipërgjithë sigur. Ishte edhe një shans për mua të luajm për skuadra parë. Kapi shansi, edhe pastaj gjërat shkoi shumë e mirë. Ndalojmë një herë këtu, si e ke nisur karrierën futbollistike? E ke pasur pasion, kush të ka shtyr? Pasion patjetër, jam sigur edhe tu në Shqipëri, si në Serbi apo ishte ex-Jugoslavia. Ishim midis shkolla, si do të them to. Ndeshje midis shkollave, po. Edhe unë filloj si kështu në shkolla, pastaj ishte një, it was one teacher, si do të them teacher në mësues, po. Ai tha, unë kam talent edhe do shta mund të provojmë edhe diçka me serioz. Edhe pastaj fillova unë në stërvitje, edhe doli mirë. Domethënë nga fillim isha talentuar, isha me shkolla të ka zbuluar talentin tënd. Po, edhe shkoj si kështu. Kjo ishte nga fillimi. Cila ka qenë momenti ku të ka ndryshuar jetën në futboll? Momenti ishte vështirë për mua kur iku nga shtëpia, sepse edhe një herë unë isha 14 vjeçar, domethënë isha te klasi 8, nëse jam tani korrekt, klasi 8,
edhe e di mami qaj shumë, babi ishte lumtur, patjetër, mami qaj shumë, edhe isha në autobus nga qyteti im, qyteti vogël Borë Uretash, deri me Beogradin me autobus. Kjo ishte doshta një moment i vështirë në do jeta, po, nga fillimi, po. Po për mirë që të ka ndryshuar jeta për mirë? Kur ka qenë ajo kulmi i karrierës që mori një... Kulmi ishte kur isha 18 vjeçar edhe kur ishte një në deshe i parë me Zvezda. Unë isha gati, sepse 2-3 ditë përpara fola me trener edhe ai tha, "Okej, ti je gati, do kapish një shans, do luash", ishte një desha shtunën për shembull. Edhe unë isha gati faktikisht. Kjo ishte një doshta ec mirë për mua, sepse mas në deshe e parë, pastaj japu dera për diçka të tjera. Edhe kjo ishte doshta momenti, si ishte momenti vështirë për mua, kjo ishte momenti... Edhe i bukur. Po, edhe bukur. Ke luajtur në Serbi, ke luajtur në Belgjik, ke luajtur në Greqi, në Ukrainë, dhe në 2015 në Rumani, tjetër? Në Romania dhe pastaj tu në Shqipëri. Edhe pastaj tu në Shqipëri. Greqi edhe... Në Shqipëri pastaj, okej. Në 2015 pastaj ke ndërprer karrierën futbollistike apo jo? Po. Na tregu pak një herë eksperiencën e gjithë këtyre skuadrave, si ka qenë, cila skuadër ka pëlqyer më shumë, cila je përshtatur më mirë? Në zemër unë kam skuadra Crvena Zvezda patjetër. Aty ku ke nisur. Edhe tu unë isha lavdizoti maksimum, domethënë isha 3-4 herë kampion, fitoj kupa, luajm në Europë, edhe kjo ishte doshta kulmi i karrierës im. Pastaj mas Zvezda ishte një lëviz prap mirë për mua. Isha 5 vit në Belgjik me klub Bruges, prap një klub shumë e madh, edhe ande ishte shumë e mirë. Pastaj isha unë harova të tem, isha edhe në Francë, në klubi Metz, por ishte si huazim, nga klub Bruges tek Metz. Ande ishte edhe një moment i vështirë për mua, pse vështirë, sepse isha edhe dëmtuar kryshet ligament, si do tem në gjuhë, edhe isha 6 apo 7 javë, muaj, më falë, jashtë. Pastaj prap, vazhdoj nga zero, por kur ishte to dëmtimet, mas dëmtimet, asnjëherë nuk mund të kapim niveli kur isha unë. Absolutisht, po. Do kohën e vetë. Po, pastaj vazhdoj ti ishte drejt, Ukrainë, Romani, Greqi, edhe në fundit, pastaj firmos edhe në Shqipëri, edhe unë, mendimi tim ishte një lëvizje mirë për mua. Ishte një lëvizje mirë, përderisa ke qëndruar ende në kampionatin tonë, do të thotë që ishte mirë. Erdhe në Shqipëri pastaj, ajo është vendosje gjatë gjithë kësaj periudhe ku ke lëvizur në skuadra të ndryshme, ke qenë larg familjes. Besoj se s'është se e ke marrë me vete? Jo, ishim bashkë deri Shqipëri. Pse? Sepse pastaj kam djali, emri është Stefan, një djalë, edhe ishte koha do vazhdoj në shkollë. Edhe neve bashkë vendosëm do ri në Serbi edhe do vazhdoj ande shkolla. Edhe kjo ishte arsyeja pse pastaj ishim larg me njëri tjetri. Po, por deri Shqipëri ishim bashkë. Si ka qenë kjo periudha në Shqipëri? Sa ke dashur të ambientohesh? Ke luajtur tek Skënderbeu? Po, unë isha tani të tem pse e tash unë ishte lëvizje bukur, sepse unë isha 31 vjeçar, edhe isha afër do lërem futbolli apo do vazhdojmë edhe pak. Ishte një mundësi në Shqipëri, edhe unë firmos me Tirana. Kjo ishte klubi i parë për mua. Isha një vit me Tiranë, ishte një vit shumë e bukur për mua, një eksperiencë shumë e mirë. Ne kemi fituar Kupë Shqipërisë, edhe ishim një skuadër shumë e fortë. Ju e di, jam sigur. Ishte Devi Muka, Dabula, Elion Lika, Sina, Tevfik Osmani, Pero Pej, Sabino Plaku. Periudha më e mirë që ka pasur Tirana. Edhe ishte fillimi mirë për mua. Pastaj ti e drejt, mas Tiranës, një vit firmos me Koçë, edhe ande isha unë 3 vit. 3 vite. Periudha e artë dhe të Skënderbeu, besoj periudhë. Po, tani, në Tiranë ishte shumë bukur, por edhe në Korça ishte doshta edhe me mirë. Isha 3 vit kampion Shqipërisë, qyteti shumë e bukur, klubi në to moment ishte shumë e fortë, gjitha do më tonë ishte rregull. Bas eksperiencës e Skënderbeu, çfarë ndodhi? Bas Skënderbeu, unë firmos me Kuksi, një vit isha me Kuksi, pastaj edhe ande filloj si trener me Kuksi. Të tem drejt Safe Gjici, zotëri Safe Gjici, ai një ndihmoi mua shumë. Kur e tash shumë mendoj, ai ishte tani të tem shkurt.
ishim mëngjesi ishim me stërvite dhe unë isha lojtar. Pastaj mas dite ishte një meeting, si të meeting, takim me prezident, por gjithë lojtarët, skuadra, edhe mas takimi ai vendos për mua do vazhdoj unë si zëvës trener. Edhe unë deri tani jam shumë, kam shumë respekt, sepse ai nuk e di si ka mundësi, por ai vendoset edhe ai tha mua, Ivani, do shte është momenti tani do fillosh si zëvës trener, sepse unë isha 36 vjeçar edhe ishte drejt, prezidenti isha në një mosha nuk isha fuqi, po. Edhe si kështu vazhdoj unë edhe si karriera trener, po. Kur shkova te Skënderbeu si trajner, si ishte ajo ndjesi që nga lojtar aty kalove trajner? Por nuk e di nëse diti, por unë kur firmos me Skënderbeu, unë isha experience si trener. Po, kisha experience, isha te Kuksi. Isha te Kuksi, por isha edhe ne pastaj, mas Kuksi, unë isha edhe ne Jordan. Isha zëvës trener me Al Faisal. Mas Al Faisali, unë firmos në Saudi Arabia kategoria par si treneri par. Kjo ishte puna im si trajner. Si trener. Pastaj mas Saudi Arabia, unë firmos me Skënderbeu, ishim në kategoria par. Kategorit par. Dhe ke bërë një punë shumë të mirë me Skënderbeun, derisa e solle në superiore, edhe atë periudhë në superiore ishte shumë mirë, vetëm se ishte të dënuar ende në dënim, edhe nuk mundët do të shkonit në Europë, edhe pse ishit 4 vendet e para. Një punë kolosale, aty na trego pak për eksperiencën dhe si trajner aty. Ishte nga fillim ishte vështirë sepse ishim në kategoria parë. Ishim në vendit 7, ku firmosa unë, bashkë me stafi tim, bashkë me tifozat, gjitha, lavdi zoti kapim vendit parë, edhe ishin kampion në kategoria parë. Ishte vështirë, por ishte edhe rruga bukur. Pastaj mas 6 muaj në kategoria parë, ishim në Superliga, ti e drejt, ishte një sezona fantastik për ne. Kapim në vendit 3, ishim në Final Four, por nga dëntimit në Europa për Korça, nuk mundullojmë me Europa, edhe pastaj fillojmë sezoni tjetër. Nuk ishte shumë sukses si sezoni parë. Korça Skënderbeu shitet 4-5 lojtar. Ishte pak nga fillimi vështirë, edhe mas 6 muaj unë, si do të them tani në Shqip, japi vetë dorëheqjen. Ishte për mua vështirë, sepse në to momenti unë firmos një kontrat 3 vjeçar me Korça, por juve di si shkon puna në futbolli, edhe puna trenerit. Varet varet edhe nga rezultati. Nuk ishte rezultati mirë, edhe unë vendose do ikim nga Korça, se mund të them si kështu. Por ishte për Zoti ishte një vit gjysmë shumë bukur për mua. Qyteti shumë bukur, tifozat, njerëz, edhe plus si puna ishte për mua një eksperiencë mirë. Sa keq u ndjeve kur rat nga kategoria, si u ndjeva ato momente? Jo, nuk unë ika nga Korça përpara se të vinë nga po. Ishte edhe për mua ishte momenti. Ra me gjokën Korça. Por edhe për mua kur dëgjova, sepse unë isha tu në Shqipëri, ishte keq, por nuk isha unë ande. Si që thete vetë, rezultatet varet, do të thënë, dorëheqja e trajnerit ose qëndrimi i tij varet gjithmonë nga rezultatet edhe klubit. Në Shqipëri e ke vënë re, nuk e di nëse është në skuadra të tjera ku ti ke udhëtuar dhe ke qenë pjesë që çdo rezultat negativ ose çdo performancë e mirë e skuadrës gjithmonë gishti drejtohet përpara trajnerit, përpara se të bëhet një analizë e ekipit, sa lojtarë kanë dispozicion. Çfarë këndvështrime e ke parë këtë gjë? Jam ndoshta me fat, sepse neve në Elbasani kemi një rregull dhe kemi njerëz shumë profesionistë dhe shumë e mirë. Direktor Elton Gurenjaku, presidenti, gjitha domethënë kemi një mohabet edhe kemi një komunikimi shumë e mirë. Edhe ande neve bëjmë gjithë bashkë. Edhe një vendim për trener, për lojtarët, për merkato, gjithë bashkë. Edhe kjo është e mirë për mua si trener. Po, përveç Elbasanit. Për shembull, ku ke qenë trajner tek Skënderbeu dhe dorëheqjen për shkak të rezultateve jo të mira. Çdo trajner në Shqipëri largohet kur nuk jep rezultate jo të mira dhe këtë e merr fajin trajnerit direkt. Ti je drejt, por të them tani edhe në Korça,
kur isha unë gati do largohem, nuk largoja direkt, sepse Korça nuk pranoi, edhe direktori Adi Gjançi, edhe presidenti Takaj. Edhe ishim 3-4 ditë, si do bëjmë, do roj unë pak, do rrim edhe pak, por mendimi tim do shta ishte maksimumi nga mua edhe maksimumi nga skuadra, nga lojtarët, edhe do shta ishte nevoj për një lëviz. Tani ti je prap drejt. Klubi, me tjesh do besh lëviz me trener, apo do, sa kemi 25 lojtarë, do më tonë gjithmonë do pagoj trener. Edhe kjo ishte situata edhe në Korça. Do shta nuk ishte korekt, sepse kur jemi fitojmë bashkë, kur jemi vete humbi trener. Por kjo është, nuk më të tem regula, deri tani kjo është situata edhe unë pranova, si të tem, unë isha me mendim do ikim edhe doli si doli. Por nuk ishte ata nga filimit, mu të tem drejt, nuk ishte ata, nuk pranoj dore që im, por... E kuptoj, por ishe zgjidhja jote se e pe që ashtë nuk edhe unë kam shumë respekt, sepse prezident Takaj, ju e di, jam sigur, a i ka shumë durim. Edhe nuk nëndroj treneret kollaj. Edhe me mua ishte shumë durim, okej, ne ishim me rezultati mirë, por prap ku ishte rezultati keq, a i nuk mendoj do nëndroj treneret shumë e shpejt. Mbas Skënderbeut, sa kohë ndë një pushim, le themi kështu që pastaj erdhe tek Elbasani? Shumë e pak. Shumë pak. Shumë pak. More një ofertë nga Elbasani? Po, unë isha në Tiranë. Ishim do rinovoj licenca për treneri. Edhe unë isha në Tiranë, faktikisht. Erdi një oferta nga Elbasani, shumë e shpejt. Unë isha tu 3-4 ditë. Shumë e shpejt edhe unë pranova direkt. Sepse e tash unë edhe nga filimi isha një feeling, nuk të ditë një feeling. Brenda është skuadra për mua, ambienti brenda njerëz gjitha edhe unë filmos shumë e shpejt. Pa menduar shumë. Pa menduar shumë, po, unë isha me informacion si është klubi Elbasani, skuadra gjitha, por po tje drejt filmosa shumë e shpejt. Nga kusht erdhi oferta? Nga presidenti, drejtorët? Ishte nga presidenti, por mua more në telefon Eltoni. Eltoni. Eltoni, takojmë tu në Tiranë, ishim bashk 20 minuta, pastaj direkt shkuja ndet e Elbasani, fola pa tjetër me presidenti, edhe pastaj filloj puna me Elbasan. E qete Elbasanin, dhe më thënë, rikthimi në superiore Elbasanit, e morët ju në drejtim, deri tani keni bërë mjaft mirë, është një nga pretendentët për kampion edhe në 4-shën e kampionatit. Si e pe ku e more këtë skuadrë? Një skuadrë që kishte vite që nuk ishte ngretur në superiore, kishte vite në kategori të parë. Po, kur filmos unë, ishte faza 3, nëse jam drejt, por faza parë Elbasani bere shumë e mirë. Faza duhet ishte pak, si do tem, turbulent, edhe pastaj filmos unë faza 3. Ishte një skuadra formuar, por një skuadra do shta ishte nevoj për një selektim new selection, si do tem. Lojtarëve të ri, hyrje të reja, po? Po. Edhe bashk me direktorat, me presidenti, unë bashk edhe ideja ishte do vazhdojmë si kishim, pastaj nga djetor do provojmë do nëndrojmë diçka brenda skuadras. Unë isha edhe nga djetori nemi filloj një punë mirë gjithë bashk. Ju e di, ishim deri në fundit ishim luftoj për Final Four. Në desha fundit ishte kundër Partizani. Partizani ishte me mirë si neve, java fundit, fitoj 2-0, por për ne ishte du rezultat në loje dhe barazime dhe do fitojmë në deshe për Europa. Edhe kjo ishte nga fillimi për mua me Elbasani. Pastaj filloj sezona tjetër, edhe do shtë më do flasim pastaj. Si është Ivanin marrëdhënie me lojtarët aty tek Elbasani? Çfarë i thot në domat e zhveshjes? A je i qet apo jam qet edhe jam gjithmonë apu me lojtarët. Sepse lojtarët ata shikuj gjitha, ata e di gjitha. Si do komunikosh ti me ata, çfarë do veshësh ti?
përpara servite, mas servite, domethënë lojtarët e di gjitha, edhe më mirë do rish hapu edhe korrekt me lojtarët. Pastaj ti mund do kërkosh diçka më shumë. Deri tani prap ndoshta mund do flas lojtarët më mirë si unë, por të them shkurt deri tani unë mendoj kam marrëdhënie korrekt me lojtarët, po. Kishte ndonjëherë ashpër se nuk të kemi parë ndonjëherë, qoftë në publik, qoftë në tribunë, në stola të përqendronit. Ishte një herë, por prap unë reagova me qetësi, ishte një herë me Razaku portierit. Ishte një herë sepse ishte një në ndeshje kundër Laçi, jashtë. Edhe ishte një në ndeshje shumë rëndësishme për ne. Pse? Sepse ishim me pikat ishim shumë e afër. Nëse humbim kundër Laçi, ndoshta mund të rrezikojmë edhe poshtë. Nëse fitojmë prap, ne jemi afër për sipër. Ishte në ndeshje në ora shumë e shpejtë, tani nuk e di, në ora 1:30 për shembull. Ishim në Tiranë edhe ai ishte me vonesë për drek. Edhe unë reagova si reagoj, fola me Razaku, ai nuk fol mirë. Tani do bëjmë shkurt, por ai ishte jashtë formacioni direkt. Edhe çova unë Elbasani. Kjo ishte vetëm ndoshta një. Domethënë ka dhe nga këto raste që po. E nxjerr nga formacioni dhe e çon Elbasani. Jo vetëm unë, kjo ishte vendimi tim, por pastaj bashkë me Eltoni, bashkë me stafi, vendosëm do të çojmë lojtarët në Elbasani edhe ai ishte jashtë skuadrës, ishte Tetoshi, bëren edhe shumë mirë. Pastaj prap, faleminderit për Zot, ishte rezultati 0-1 për ne. Nuk luajm shumë e mirë, por ndoshta me këto energji, me këto gjëra sepse ne jemi korrekt, erdhi edhe fitore. Edhe kjo ishte ndoshta një moment i interesant, por deri tani nuk kemi asnjë. Do vetëm kur jeni të qetë dhe kur jeni pasaj çik të ashpër jeni ekstrem, apo jo? Po, si kështu. Nuk jeni një të mesme të artë. Marrëdhënia që kemi me lojtarët e Elbasanit është korrekte. Një lojtar që do të veçoje nga formacioni që ju keni tashmë, që e keni pak pikë të dobët, le të themi aty, ose që luan pak më. Përderisa informacionet e Elbasani luajn shumë mirë, se janë lojtarë futbollistë, po nëse do të veçojë ndonjë, pa të vënë në siklet. Pa tani nuk mund të them sepse ti e di më mirë. Neve kemi skuadra mirë edhe çdo pozicion neve kemi fort. Tani kemi edhe 25 lojtarë, nuk mund të luaj gjitha, por deri tani jam kënaqur me çdo lojtar edhe nuk mund të them kemi pikat dobët. Apo nëse kemi mund do mbajmë për vetë. Për vetë. Cili është lider tek Elbasani për ty? Lideri është Bruno Lullaj. Ai është kapiteni, ai është lideri, por kemi edhe 3-4 lojtarë të tjera, sepse në Elbasani kemi grup mirë shqiptarët. Domethënë kemi edhe Musta, është zëvës kapiten, kemi Kasamad, është nga Elbasani, kemi Arsen Leshi nga Elbasani, 3-4 emra të tjerët, edhe kemi grupi fort. Domethënë kemi 3-4 lidera, por i pari është Bruno, sepse është kapiten edhe ka eksperiencë i madh. Çfarë bën punën me Elbasanin është veçantë për ty si trajner? Nga eksperjenca që ke pasur. I pari kemi kushtet shumë e mirë. Domethënë për servite kemi fusha perfekt. Tani unë tash kompleksi vjetër. Kompleksi vjetër është një ambient kur kemi domat për trajnerë gjitha. Tani kemi gjitha e reja brenda. Është renovuar, po. Renovuar, edhe kemi kushtet perfekt. Domethënë kemi edhe hoteli jon. Me restorant, me domet për gjumë, ne jemi ande kur kemi grumbolin, domethënë ne jemi e ka hotelin dhe Elbasani, se deri tani vetëm Partizani e kishte. E ka dhe Elbasani, ja? Po, edhe neve kemi edhe në një niveli shumë e lartë, domethënë unë mund të them nga kushtet ne jemi në niveli shumë e lartë. Tani nëse mund do vazhdojmë edhe për një ndoshta investimi pak më madh, jam sigur për ardhshme mund do kapim edhe diçka tjetër, kur e tash diçka tjetër, ndoshta do luajm edhe në Europë. Shpresojmë. Me këtë performancë që ka Elbasani, besoj se po, nëse vazhdon kështu edhe këto javë që kanë mbetur. A ke refuzuar ndonjëherë një ofertë që sot thua pse refuzova? Je penduar që se ke pranuar? Jo, të them drejt. Deri tani jo. Deri tani jo. Ishte një muhabet, nuk e di nëse di ti, ishte një muhabet, por unë pranova vendimit presidenti Takaj, kur ishe unë me Korça, ishte një oferta nga Partizani, edhe ishte në gazeta. Ishte në fart edhe unë isha afër do largoj, por isha me kontrata.
Edhe Takaj tha jo, unë pranova, edhe do shta si këshu pak, por prap mendimi tim ishte vendoset mirë, sepse me mirë do rish me një klub pak me gjatë, pastaj do kapish edhe diçka tjetër. Si dihet karrierës, mund të shohim dhe të Partizani mbas disa vitesh, nuk e dihet kur. Cili është problemi më i madh që shen në futbollin ton? Mentaliteti apo menaxhimi? Jo, mentaliteti nuk kemi keq, mentaliteti kemi mirë edhe kemi lojtare të luftarak, kemi lojtare të shumë talentuar. Do shta menaxhimi pak. Menaxhimi pak. Kur e tash menaxhimi, do shta kemi nevojë për pak me shumë dorim si profesionalist. Jo vetëm nga lojtaret, nga gjithë bashkë, edhe treneret, lojtaret, nga stafi, po gjitha kjo, do shta është mendimi tim. Po, në fakt në Shqipëri fusin hundët të gjithë, edhe ato që mendojnë që marrin vesh nga futbolli, kështu që prandaj edhe menaxhimi është më vështirë, se ka ekipe që kanë shumë financë, në këtë rast marr flamurtarin që ka shumë financë edhe nuk di të menaxhojë mirë. Po, tani kur e ta shumë po tjetër flamurtari, jo ti nuk e the për flamurtar. Jo, nuk the për flamurtar. Por për menaxhimin ti e drejt, po edhe. A paguhen realisht lojtarët këtu në Shqipëri sa i meritojnë? U mendoj po. Çfarë di unë, prap. Çfarë di unë. Mendoj se janë të ulta shumë skuadra këto vit investoj shumë lek. Jo vetëm neve. Shumë skuadra, mund të fillojmë nga Flamurtari, Teuta, Vllaznia, Ignatia, Elbasani, edhe Tirana, Partizani, shpengoj shumë lekët. Çfarë di unë, Roga kemi mirë, nuk kemi keq. Tani, gjithmonë neve do kërkojmë me shumë. Më mirë, absolutisht, po. Me mirë, por deri tani unë mendoj ne jemi rregull. Është normale, hedhim një hipotezë, është normale që një kapiten për shembull të ketë rrogën 2 milion lek? 2 milion lek. Po. 2 milion lek unë mendoj ishte pak. Po prandaj tani nuk e di kush ka 2 milion lek, unë e di per pak me shumë, por 2 milion lek nuk e di kush ka. Elbasani, nga cila shumë fillojnë rrogat, nëse ke? Në Elbasani, unë të them drejt, unë nuk e di shumë buxheti. Eltoni do shta i di. Po, kur di Eltoni do unë nuk e di. Por unë çfarë dëgjoj edhe Ignatia, edhe Dinamo, edhe Shkodra ka lojtaret me rroga shumë e mirë. Ata meriton patjetër, por me kushtet që kanë këtu thua është mirë. Po. Okej. Çfarë të mungon më shumë nga vetlindja jote? Tani tu ne në Shqipëri kemi gjithë të them drejt, edhe ne jemi tu komshi, nuk mungoj shumë gjërat. Jo, e kam nga fjalën më shumë nga ana shpirtërore, familjare, të njerëzit, koha që harxoja atje. Okej, do shta patjetër familja. Familja është i pari. Maybe I need to talk my language, si do të them. Anglishtja, po, që nuk mund të flasësh, po. Po, të tjera jo shumë, të them drejt. Ushqimet tu është mirë në Shqipëri, ushqimin po e kemi të mirë. Si në Sëpri, në Serbi, plus juve ka koha me mirë. Kjo është me grot, nuk ka shumë dimër, ka dimër në Korça, Kuksi. Po, në vendet malore si pak, po. Edhe nuk mungoj shumë gjëra. Si është Ivani jashtë fushës së Blerët? Jam shumë thjesht, nuk jam shumë komplikuar, si më të them si kështu. Nuk kam një hobi fix, por jam mas futbolli edhe mas të vite jam dua dorim pak jashtë, si do të them, nuk jam gjithë ditë i fokusuar, i fiksuar aty për futboll. Kur kam stërvite 3, 4, 5, 6 orë, apo kur kemi duher për ditë, jam fokusuar për futbolli edhe jam tu çmendur. Por pastaj mas futbolli kam nevojë pak do për shqetësi. Po, edhe jam nuk mendoj shumë, nuk jam si doshta të tjera, jam vetëm futbolli, jo. Sa ka sakrifikuar familja jote për karrierën tënde? Shumë të them drejt, shumë. Po kjo është puna trenerit, ata kuptoj nga fillimi, kjo është një puna vështirë, por edhe një puna bukur. Deri tani ne jemi rregull, domethënë edhe Beogradi nuk është e larg nga Shqipëri, kemi avion çdo ditë, edhe në Milano quni është ende prap Shqipëria, Italia është, mu të them shumë e afër, edhe
Deri tani ne jemi rregull. Çdo ditë kur kemi pushim apo diçka tjetër, ne jemi bashkë. Edhe gjërat shkojnë mirë deri tani. Super. Është rëndësishme që të kesh një mbështetje nga familja, të kuptoj gjatë gjithë karrierës tënde, sepse siç e the edhe vetë, puna e trajnerit dhe lojtarit mbi gjitha është shumicën e kohës i fokusuar aty tek ekipi, tek lojtarët. Patjetër, baza është e familja, edhe si lojtar, nëse ti je qetë brenda familjes, ti je qetë pastaj edhe në fush, edhe pastaj edhe për trajnerët. Domethënë familja është e baza, edhe kjo është shumë rëndësishme. Nuk e di, je tip emocional, apo jo? Po jam, po jam. Cila ka qenë momenti i fundit që ke qarë lidhje me futbollin? Ka pas një moment dobësie ku ke qarë? Tani jam to 3-4 vite vetëm jam në futboll edhe isha shumë emocionuar. Edhe kur ishte momenti keq, edhe kur ishte momenti mirë. Tani ishte 4, 5, 7 herë kur isha unë shumë emocionuar, edhe isha faktikisht edhe shumë mërzit. Tani doshta në desha fundit kur isha shumë mërzit ishte kundër vllaznia. Kundër vllaznies ku ishe mërzit. Po. Nëse do të flasim pak për kampionatin shqiptar, për aktualitetin, siç e the dhe vetë, Elbasani po ecën mirë në këtë sezon. Si të është dukur kjo kampionat, duke marrë shkas edhe nga formula e re që kemi këtë sezon? Po, kampionati është shumë e fortë, kemi 4 faza, shumë e fortë edhe çdo javë është e vështirë. Ti je drejt, deri tani Elbasani, mu do flasim për ne, ne jemi rregull, ne jemi brenda objektivat, por akoma nuk kemi arritur asnjë gjë. Po, kemi 12 apo 11 javës, gjithë është e hapu. Tani mas Shkodra, mas Vora, tani prapë erdhi një javë vështirë, ishte Ballshi. Domethënë çdo javë është presion për ne, jo vetëm për ne, edhe për skuadrat e tjera. Edhe është luftë. Nga ana tjetër, kampionati është shumë vështirë, sepse çdo skuadra luftoi për diçka. Po, e vërtet. Edhe për mua është kampionati shumë interesant. Për sa i përket formulës, përgjithësimit të pikëve. Se kemi provuar ende si formulë. Po nuk kemi formuar, unë isha një herë kur ishte to Final Four. Okej, prapë kemi Final Four, por tani kemi gjysmim pikat, pastaj kemi si mini kampionat, do luaja me çdo skuadër një herë. Doshta nuk është e keq, nuk e di çfarë të them. Doshta mas kur jemi provuar një herë, doshta mund të flasim pak. Si e parashikon? Domethënë do jetë drejt deri diku. Po është drejt. Asnjë skuadra nga sipër nuk mund të rri qetë sepse ka nevojë për pika deri në fundit të kampionatit, po presioni. Dhe kjo është ndoshta pozitiv. Pastaj e tash unë ndoshta do komentoj pak më shumë kur provojmë një herë, pastaj mund të them ishte mirë, jo mirë, domethënë apo mungoi diçka. Sipas teje, cilin trajner do veçoje nga kampionati ynë? Po flasim për superioren. Cilin trajner do veçoje ke më debulesë, le të themi kështu, për karakterin që ai ka, për lojën që bën? Po trajneri më mirë tani, nëse shikojmë trofej, Gjita ishte Tetova, sepse ai ishte kampion sa herë tani radhasi, 2 herë radhasi. Edhe ai meriton pa tjetër. Doshta Shqipëria ka nevojë, mendimi tim, ka nevojë për for the young coaches, si do të them, për trajner të ri. Po. Tani kush kemi trajner të ri? Veç unë, okay, jam jashtë, shqiptarët është Orge Shej bere mirë me Tirana, sepse edhe me Shej unë isha lojtar në Korça. Me Tetova unë isha bashkë për UEFA Pro tu në Shqipëri. Domethënë pastaj Juli Ahmataj bere mirë me Tirana, ka emër, mund të them korrekt nga ata trajnerat young. Kush kemi tjetër, ne dimoj pak, kemi një tjetër. Trajneri të Utës? Trajneri të Utës, por ai ishte me karriera jashtë, tani provoi tu në Shqipëri. Pastaj kemi trajnerat me shumë eksperiencë si Mirel Josa, Edi Martini, Ilir Daja. Kush kemi tjetër, mos do harrojmë. Edhe Olti Kërnaja trajneri i ri? Olti Kërnaja ishte deri tani bëre puna mirë, mund të them vetëm bravo. Edhe kjo është ndoshta pozitiv për kampionatin shqiptar.
Okej. Edhe për trajnerët shqiptarët. Unë kam, do të bëjmë disa pyetje dhe do më përgjigjesh vetëm me një fjalë. Do të thënë shumë shpejt, janë pyetje shumë të shkurtra. Është e vështirë apo? Jo, nuk është fare e vështirë. Do zgjedhësh midis dy gjërave që unë do të them edhe do plotësosh një fjalë në fund me një, do të thënë një fjali në fund me një fjalë, okay? Okej, gjatë rrugës do ta kuptosh. Lojtar apo trajner? Trajner. Fitore apo lojë e bukur? Fitore. Disiplinë apo talent? Bashk, për mua bashk. Edhe disiplina është talent, nuk do shkoj një me... Okej. Presion apo motivim? Motivim. Superiore apo Europë? Europë, patjetër. Mbrojtje apo sulm? Pra bashk. President apo tifoz? Edhe to shkoj bashk, nuk mund të tema. Pa presidentin s'kemi ku shkojmë. Emocion apo logjik? Logjik me emocion. Shqipëri apo Serbi? Serbin, tani kam respekt për Shqipëri, por nuk mund të them... Normal, vendlindja jote, familja. Trofe apo projekt afatgjat? Jam për projekt afatgjat, por projekt afatgjat është për trofe, po. Lojtar i ri apo eksperiencë? Unë pëlqeu shumë lojtar e ri, edhe kur isha me koçet e tani në Elbasani, kemi grupi mirë edhe jam trener, I'd like to give chance to the young players, si dhe them. T'ja për shansë lojtarëve të ri. Por kemi edhe nevojë për lojtarët me eksperiencë, sepse edhe ata do ndihmoj lojtarët me pa eksperiencë. VAR po apo jo? Tani është vështirë. Përpara ishte mirë jo, sepse kur ishim shënoj gol festa bukur. Tani jemi pak me kudes, por ndoshta është me korrekt sepse edhe gabimit mund do rregulloj. Po. Elbasani këtë sezon? Kampion. Kampion. Unë të vërtet shumë suksese, ishte shumë kënaqësi. Përpara se ta mbyllim, çfarë do i thoje tifozëve të Elbasanit dhe lojtarëve? Si gjithmonë për tifoza faleminderit, edhe do vazhdojmë si kështu bashk, sepse çdo javë, edhe çdo stërvite ata ishte me ne, edhe kemi nevojë për tifozat, edhe kemi një shumë respekt për tifozat. Për lojtarët, unë do flasim me vetë. Do flasësh me vetë, nuk e thuasin që këtu. Unë të uroj shumë suksese në ndeshjen që keni me Bylisin këtë javë. Faleminderit. Dhe pyetja e fundit, se harrova, nuk hiki pa bërë pyetjen, si të zhdukur arbitrimi këtë sezon? Sa i kënaqur jeti me arbitrimin? Jam kënaqur, por gjithë bashkë mund do bëjmë gabimet. Edhe trajnerët, edhe lojtarët, edhe arbitrat. E vërtet, po. Domethënë ishte gabimet, por jam sigur nuk ishte me, si do të them tani shqip, me qëllim, apo si do të them, me... Gabime që kushtojnë, apo? Me tendencë? Me tendencë, po. Me tendencë. Domethënë, jam deri tani kënaqur. Jo vetëm unë, edhe klubi Elbasanit. Okej. Faleminderit shumë, të uroj shumë suksese. Për mua ishte shumë kënaqësi që të kisha edhe një herë në Topcast dhe mos e humb kur këtë misin, këtë socialitetin që keni si person, jo vetëm në fushë, po dhe jashtë saj, edhe duhet të ketë sa më shumë njerëz të tillë, qoftë kampionati jon, trajner apo lojtar të tillë. Faleminderit shumë. Faleminderit. Faleminderit dhe ju që na ndoqët në Topcast, mos harroni të bëni like, share dhe subscribe në kanalin ton. Ne do të shihemi sërish javën tjetër. Deri atëherë bashkë mirupafshim.